Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, u shpreh se pavarësisht tensioneve të krijuara nga dokumenti i ri i strategjisë kombëtare të mbrojtjes i publikuar nga administrata e presidentit Donald Trump, Shtetet e Bashkuara mbeten partner më të fortë strategjik të Europës. Duke folur në forumin ndërkombëtar të Doha, ajo theksoi se kritikat që dalin nga teksti amerikan duhet të merren seriozisht, megjithëse disa prej tyre sipas saj përmbajnë vlerësime që mund të shërbejnë për reflektimin brenda BE-s. Kallas nënvizoi se marrëdhëniet mes Brukselit të Washingtonit kanë kaluar faza të ndryshme dhe jo gjithmonë kanë qenë të njëzëshme, por aleanca transatlantike vijon të jetë themeli i sigurisë euroatlantike. Ai theksoi se Bashkimi Evropian duhet të njohë peshën e vet politike dhe ekonomike, duke sjellë në vëmendje shembullin e qëndrimit të Rusisë si një aktor që përdor ndikimin e tij në mënyrë agresive. Në fjalën e saj, diplomatja paralajmëroi se çdo akt agresioni që lihet i pandëshkuar rrezikon të përhapet përtej zonave të konfliktit aktual, si Ukraina apo Gaza, duke e shtrirë potencialisht në skena të tjera globale. Sipas Kallas, ky është momenti ku Europa duhet të demonstrojë vendosmëri, unitet dhe vetbesim në përballjen me sfidat e sigurisë.